Një telefon iPhone 11 që byroja kombëtare e hetimit i sekuestroi Viola Haxhi Ademit, sekretare së përgjithshme të Ministrisë Energjetikës dhe Infrastrukturës, është bërë shkak për zbulimin e vilës luksoze në kompleksin White Rocks, një nga banesat e fshehura që dyshohet se i përket irzëvendës kryeministres së vendit Belinda Balluku. Nga kryerja e ekspertimit të këtij telefoni në muajin tetor të 2024-s, janë zbuluar disa emaile komprometuese të zyrtares së lartë, Viola Haxhi Ademi dhe vet Belinda Ballukut. Sipas dokumenteve të siguruara nga gazetari Elton Qyno, Haxhi Ademi, me detyrën e drejtoreshës së departamentit administrativ në Alp Control, komunikon me motrën e saj, Dorela Haxhi Ademi, të cilën e informon se Belinda Balluku në atë kohë, drejtoresha Alp Control, ka një si banimi në kompleksin White Rocks. Nga këshyrja e aktit të ekspertimit numër 203 të datës 8 tetor 2024, ku është ekspertuar aparati celular iPhone 11 Pro, sekuestruar Viola Haxhi Ademit, ka rezultuar se në dokumentet e datës 13 shkurt 2018, rreth orës 20:27, nga adresa e postës elektronike, dërgohet email në drejtim të postës elektronike të motrës së saj. Emaili ka përmbajtjen si vijon: Zemër, po të dërgoj fotot e Belës, që të kuptosh në ç'fazë është shtëpia. Të kam dërguar dhe planin e projektit për të parë për cilën bëhet fjalë. Bela ka F5, ndërsa ne kemi F6. Po të shikosh në foton që kam bërë më afër me vilat, ka vizatuar dhe ku do bëhet pishina. Më pëlqen shumë të puth. Vila që disponojnë motrat Haxhi Ademi rezulton të jetë regjistruar në emër të nënës së tyre, Eleni Haxhi Ademi. Nga hetimi ka rezultuar se adresa e postës elektronike është njëra nga adresat e postës elektronike të vetë shtetases Viola Haxhi Ademi. Gjithashtu rezulton se shtetësja Viola Haxhi Ademi ka motër Dorela Haxhi Ademin. Komunikimet e mësipërme bëjnë fjalë për dy njësi banimi në kompleksin White Rocks, Trimadh, Gjilek, Dhërmi, të ndërtuar nga shoqëria Eurocall. Grupi i hetimit pranë SPAK e lidh marrjen e njërës prej vilave, aty ku banon Belinda Balluku, si një veprim korruptiv dhe pastrim parash, që lidhet me një procedurë favorizimi të dy tenderave që janë zhvilluar në vitin 2018 në drejtorinë e përgjithshme të Alp Control, që në atë kohë drejtohej nga Belinda Balluku. Sipas hetimit të SPAK, qëllimi ka qenë rikonstruksioni godinës teknologjike të Alp Control për përmirësimin e kushteve. Me urdhër të Ballukut, në muajin tetor 2014 është kontraktuar studio Atelier 4 Altim Premtit për studimin e projektit të godinës. SPAK pretendon se gjithçka ka qenë e paracaktuar pasi një muaj më pas, në 5 nëntor 2014, biznesmeni Feizi Kodra i dërgon SMS biznesmeni tjetër Pandelit Tarapuli, duke i thënë: Atelier 4 dërgoj preventivin dhe thot që jemi në pritje të konfirmimit tuaj para se ta dërgoj tek Alp Control. Ndërkohë, vetëm një ditë pas këtij mesazhi, në datën 6 nëntor 2016, Pandelit Tarapuli i dërgon mesazh Feizi Kodrës, duke i thënë: Eviz Berberi dhe Feizi Kodra, ja kthen mesazhin, ja dërgova. Ndërkohë, në datën 11 nëntor 2014 në orën 10:57, biznesmeni Feizi Kodra i dërgon SMS biznesmenit Tarapuli: Përdjeni akoma s'ka dalë gjë tek webi i APP-s. Nga ana tjetër, në orën 11:27, Tarapuli shkruan: Shiko u shpallku i fundit, i madh. Në orën 11:39, Feizi Kodra i shkruan Tarapulit duke i thënë: Mban datën e djeshme, shpallur rikonstruksioni godinës teknologjike të Alp Control. Kurse në orën 11:39, shtetasi Tarapuli i shkruan Kodrës: Okej, të fillojmë përgatitjet. Nga aktet administruara në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt rikonstruksioni godinës teknologjike të Alp Control për përmirësimin e kushteve, sipas organit të akuzës, rezulton se Belinda Balluku, në cilësinë e titullarit të autoritetit kontraktor, me detyrën e drejtorit të përgjithshëm të Alp Control, në bashkëpunim me anëtarët e njësisë së prokurimit, shtetasit Silvana Piciri, Egmond Gjela, Viola Haxhi Ademi, Anila Malaj, si dhe shtetasin Eviz Berberi,
kryetari i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, njëkohësisht shefi i sektorit të prokurimeve në Alp Kontroll, kanë vepruar në kundërshtim me ligjin për rregullat e prokurimit publik. Belinda Balluku, në cilësinë e titullarit të autoritetit kontraktor Alp Kontroll SHA, me detyrën e drejtoreshës së përgjithshme të Alp Kontroll SHA, në bashkëpunim me anëtarët e njësisë së prokurimit, shtetasit Silvana Piciri, Egmond Gjela dhe Anila Malaj, si dhe kryetarin e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, shtetasin Evis Berberi, me detyrën e shefit të sektorit të prokurimeve në Alp Kontroll, kanë paracaktuar dhe krijuar avantazhe dhe privilegje për shoqërinë fituese Eurocall, duke siguruar në mënyrë të tërthorë të vlerën e përfitimit të parregullt të dhënë nga administratori i shoqërisë Eurocall, Pandelica Rapuli, që konsiston në pasurinë Villa F6 me vendodhje kompleksi White Rocks Dërmi. Fakti që kjo pasuri është në posedim të Belinda Ballukut provohet nga rrethanat e dala gjatë hetimeve, si dhe provat e administruara deri në këtë fazë të hetimeve paraprake të procedimit penal numër 136 të vitit 2025.